Egli Tako, ish finalisti e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka qenë e ftuara në episodin e së mërkurës të emisionit të humorit. Këngëtare u përball me shumë pyetje rreth karrierës dhe marrëdhënies me Gjestin, por u shfaqe rezervuar në përgjigjet e saj. Në një moment, ajo është pyetur se nëse ka bërë gjë me Gjestin, dhe ajo i është përgjigjur, u krye çdo sen. Të njëjtën përgjigje që Gjesti dha kur u pyet për këtë temë, ndërsa për lajmet e fundit në lidhje me trajnerin e fitnessit, Egli ka sqaruar dhe këtë pjesë ku është shprehur: "Atje brenda gjithë shokët që kisha mi bët për burra, po dhe jashtë nuk po mlini rehat. Lëri burrat me gratë tyre në shtëpi dhe mua më këtë burrin e tentativë që kam." Deklaroi duke shkaktuar mjaft të qeshura. Por nga ana tjetër, me sa duket asgjë nuk është më si dikur mes tyre. Edhe pse në shtëpi i shihni gjithmonë të afërt, tani më është krejt ndryshe. Dhe siç do ta thoshte vetë Gjesti, është kryer çdo sen, pasi në asnjë postim të Gjesti nuk kemi parë asnjë like nga Egli. Duket se gjithçka ka qenë vetëm fasadë. Tani më në Instagram çdo gjë është shumë më e ftohtë. Asnjë like, asnjë koment nga Egli në postimet e Gjestit, por edhe as tjelltas. Kjo mund të ketë ardhur nga vetë deklaratat e Gjestit, i cili ka thënë se lidhjet e tij romantike i preferon t'i mbajë private. Duke se Gjesti ka vendosur se edhe like-et në Instagram të mbeten një çështje private, dhe sipas tij mund të diskutojë vetëm me Eglin për çdo postim që ata vendosin të bëjnë. Se çfarë po ndodh me ta, na mbetet vetëm të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.